Pacha me ju o vëllezër dhe motra, e në këto ditë Krishti është duke na folur për lutjen, si mu lut. Edhe dielën e kaluame ai na kishte treguar që kemi nevojë mu lut me vazhdimsi, me kembenguljen, për të shmangur dy rreziqe. Rreziku që të bëhemi të keqenjtë. Do më thënë që të përgjigjemi me të keqen. Nëse unë nuk kem bashkuar me dashurinë e Krishtit, do të përgjigjem me të keqen ndaj gjanave që nuk më pëlqejnë. Nëse dikush flet keq ndaj meje, nëse nuk jam bashkuar me Krishtin, do të përgjigjem me të keqen. Nëse ndodh diçka që nuk më pëlqen, do të acarohem, do të murmuras. Krishti na thotë, keni kujdes, lutuni me vazhdimsi, me kembengulje që të mos përgjigjeni me të keqen. Rreziku i dytë ishte që të humbasim fen. Që kur Krishti të vi, që nuk të gjej fen në zemrën tonë, në jetën tonë. Për sot, ai na jep edhe një fjalë tjetër për lutjen, që është në lidhjen me pervujtërinë. Lutja vërtet ka nevojë me buru prej një zemre e përvojtur. E për të na thënë këtë gjë, na drejton Ungjillin e ditës. Le ta dëgjojmë. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Ju tregoj edhe këtë shëmbëltyr për disa që mbanin veten të drejtë e i përbuznin tjerët. Dy njerëz u ngjitën në tempull për të lutur, njëri farise e tjetri tragambledhës. Fariseu qiri në këmbë, lutej në vetvete kështu: Të falenderoj o hyi që nuk jam por si njerëzit të tjerë, cuba, të padrejt, kurorëshkelës, ose si ky tragambledhës. Agjeroj 2 herë në javë, jap të 10 e krejt fitesës, kurse tragambledhësi zuri vend në fund. Nuk i bëhej as syt të ngrej drejt qiellit, por rikte kraharorin e vet e thoshte: O hyi, ma shlyej fajin për mua me katarin. Unë po ju them, ky u kthye në shtëpinë e vet i shfaqsuar, e jo ai, sepse kushdo krenohet do të përvujtërohet, ndërsa kush përvujtërohet do të lartësohet. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Kur Krishti mëson dishepujt e vet mu lut, një ndër kërkesës së fundit është: na fal ne fajet tanë, si kur falim ne fajtorët tanë. Do me thënë, Krishti na mëson me kërku mëshirën ndaj Zotit, duke na vendosur gjithmonë çdo ditë në dijeni se ne jena mëkatar, që ne nuk jena të drejtë. I drejti me të vërtet plotësisht është Zoti. Edhe i drejti për ty dhe për mu ka dhënë jetën. Zoti na njeh në thellësi. Edhe na don pa mas. Nuk ka ardhur në këtë botë për ta dënuar botën. Nuk qëndron nga larg duke na gjykuar, por ka them shuri për ty dhe për mu. Nuk don vdekjen e mëkatarit, por që të kthehet dhe të jetoj. Edhe ky njeri fariseu kena me ditë mirë. Fariseu nuk është një njeri i keq. Fariseu do të ishte në kohën e sotme si një murg, një njeri i Zotit, një person që, si thot ai, që lutet, që jep të 10, do të thënë një person që bën veprat e mira. Mund të themi që mund të jetë edhe si një prift i ditës së sotme, mund të jetë si një frat, mund të jetë, ose si një person që është i devotshëm, që vjen çdo ditë në mesh. Atë një person që nga pamja jashtë është një njeri i mirë,
që bën veprat e mira, që ndoshta vjen të martet, të shënandot në mesh, që agjeron të martet, e shënandot, edhe të prenten e kohës e kreshmeve. Një njeri i mirë, më thënë që bën veprat e mira, problemi është që ky njeri mendon që këto vepra i bën ai të shenjtë, që bën ai i drejtë, edhe nuk është çështja që ne bëjmë vepra që të jena të shenjtë. Kjo nuk është puna. I vemi i shenjtë është Zoti. Edhe nëse ne bëjmë diçka sepse burojmë prej dashurisë e Zotit, nëse kena mundësi me bë diçka me të vërtetë të mirë, vjen prej Zotit, jo për mirësisë sonë. I vetmi me të vërtetë i shenjtë është Zoti. Dhe nëse bëjmë diçka mirë, është për me kemi ne falënderim. Njeriu që njeh veten e vet, edhe shef se bën gjëra të mira, të bukura, falas, që ka mundësi me dash të tjerët, njeriu që ka nevojë me kemi ne falënderim, që Zoti vepron këto gjëra në jetën e vet. Shpirti i shenjtë. Ky njeri nuk shkon në shtëpinë e shfaqsuar, sepse krenohet. Tjetri, që sot mund të mendojmë se ditën e sotme mund të jetë një person që punon për shtetin, që ka një punë e rëndësishme, edhe është korruptum. Një trajtambledhës ishte një tradhtar i popullit, që shfrytëzonte popullin e vet për të mirën e vet. Mund të imagjinojmë që është një punëtor i shtetit që ka një budget për shembull me ndërtu një spital për të varfërit, për të kujdesuar për ata që kanë më shumë nevojë, një shkollë, edhe nuk bën këtë punë, por merr lekë për veten e vet. Ashtu është trajtambledhësi. Trajtambledhësi që bën që pranon realitetin, që është një mëkatar, pranon këtë realitet e me përvojtëri kërkon faljen prej Zotit, edhe Zoti i fal. Ky njeri që ka pranuar realitetin e vet si mëkatar, që ka pas dëshirë për kthimin, kthehet në shtëpi i shfaqsuar, sepse është i lutur Zotit jo duke pretenduar prej tij, por duke besuar në mirësinë e tij. Fariseu mendonte që Zoti kishte borxh me të për gjërat që kishte bërë. Jo, Zoti nuk ka borxh me askënd. Zoti vepron me lirinë e falashmërinë. Të kena kujdes, vëllezër dhe motra, sepse djalli na propozon dy mendime që ka pas ky fariseu. Mendimi për lavdërimin e vetes son, me mendu që ne jena të mirë. E ku ne mendojmë se ne jena të mirë, edhe ma të mirë se të tjerët, atëherë në të njëjtën kohë, djalli na propozon një mendim kundër të tjerëve, mendime gjykues ndaj të tjerëve. Të le të kena kujdes, e le të fillojmë duke pranuar se jena mendim e dhejnë, se jena krenar, se kena me ditë këtë punë, thjeshtë, janë shenjat. Ti, a falenderon me të vete Zotin, a jemi njohës ndaj ti, ose kalon ti ditën edhe javën, tu ka si gju, tu duke murmuritu, duke komunikatë. Nëse kalon ditën ashtu, ta dish qartës jemi ndimat. Nëse kalon ditën duke gjykuar të tjerët, duke menduar keq për të tjerët, ta dish që jemi ndimat. Nëse ti kalon ditën duke menduar se ti din si me ba gjanat, e çfarë ke ti
me ba, pa me konsultu me Zotin, nuk e di, ditën tënde. Tia, a flasësh me Zotin? A i kërkon këshillën ati? A i kërkon dritë për të kuptuar qa me ba? Ose ke ti planet e tua edhe kërkon pasaj Zotit që të bekoj planet e tua? Nëse bën ashtu, tatisht jemi ndje madhë. Por Zotit e donë pa mas. Me të vërtet, nuk je asia asun, nuk je ma mirë si askush. Por Zotit në donë. Dhe të hymë në përvujterin, dashtë Zotit që të naturoj shpirtin e ti, shpirtin e Jezu Krishtit, që të mund të lutemi me përvujteri. Krishti na ka treguar një lutje fantastike në Gjetseman. A i mendon të diçka për vete, si njeri, e të kujtojmë këtë gjë, Krishti duke kem hyu pa njeri. E me zemër njeri ju është lutur dhe ka kërkuar në momentin që a i kishte frikë për vdekjen në kryq, a thamë, o atë, nëse është e mundur që të kaloj prej meje këtë kelp. Por në fundit, a ju besua krejtësisht vullnetit e atit e vetë, sepse është besuar mirësis e ti, dashuris e ti. Dhe ka thënë, por që të mos bëhet vullnesa ime, por vullnesa jote. Që lëvdu Krishti.